Partia Demokratike pritet të mbyll procesin e riorganizimit të brendshëm në zgjedhjet e strukturave të larta drejtuese. Këshilli Kombëtar është mbledhur për të votuar për bërjen e re të kupolës së partisë, duke nisur nga nënkryetare deri tek drejtuesit e sekretariateve. Në postin e numrit të 2 të Partisë Demokratike, Flamur Noka shihet sërish si kandidatura kryesore për të vijuar detyrën e nënkryetarit. Deputeti demokrat i konsideruar një prej bashkëpunëtorëve të afërt të Sali Berishës pritet që të kërkojë një tjetër mandat në këtë pozicion. Ndërkohë, në orët para votimit është përmendur dhe emri i deputetit Blendi Himçi si një kandidat alternativ për këtë post. Gazmend Bardhi nuk do t'i nënshtrohet procesit të votimeve për nënkryetar, pasi pozicioni i tij lidhet drejt për drejt me funksionimin që mban si kryetari i grupit parlamentar demokrat. Situata mbetet e hapur edhe për Agron Gjek Markaj, rikthimi i të cilit në struktura drejtuese varet nga vazhdimi i mandatit të tij si nënkryetari i kuvendit. Ndërkohë, Luciano Boxhi pritet të jetë sërish pjesë e garës për një mandat të dytë, ndërsa në listën e kandidatëve për këtë post pritet të përfshihet edhe Belind Klliçi dhe Klevis Badhiu. Një tjetër emër që qarkullon në struktura drejtuese është ai e Arisa Bajazitit, e cila vjen nga përfaqësimi i diasporës dhe mund t'i bashkohet ekipit të nënkryetarëve. Ndryshe nga postet politike, ndryshime më të mëdha priten në sekretariatet e partisë. Disa prej drejtuesve aktual kanë vendosur të mos rikandidojnë, duke krijuar hapësira për figura të reja. Një prej tyre është juristi Ivi Kaso, i cili ka hequr dorë nga gara për drejtimin e sekretariatit përkatës. Për këtë pozicion pritet të kandidojë një tjetër jurist, Franci Nuri. Në këtë proces, demokratët synojnë të përmbyllen riorganizimin e strukturave dhe të përcaktojnë ekipin që do drejtojë aksionin politik të partisë në periudhat e ardhshme.